Shumë pak jemi të bo për Allahun, ama madhnia e tij meriton shumë më shumë, sakrifica, shërbime, kujdes, angazhim e kështu me radhë. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي. Na këtë që bëjmë, do të me qenë qëllimi final i këtë asaj që bëjmë, fitojmë kënaqësinë e Allahut. E dini çfarë do të thonë? Kjo ndjenjë është, vallahi po ndjenjë. Edhe andaj na kena plagështi dhe kena na protestë, se nuk e ndjejmë realisht që këtë lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Këtë adhurimet tona, para do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për misvakun, thot mathatun lil fam wa mardatun lir rabb. Thot misvaku brusha, furça, pastrim për gojën, edhe çka fitim kënaqësisë të Allahut. Kur të fillosh ti ta ndjesh, ta ushqesh këtë ndjenjë të familja jote, se na këtë punë që e bëjmë jo me fitu parë më shumë, jo me unë botë njofshëm për sadaka, e bëjmë këtë punë që me fitu kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Që ai të jetë i kënaqur me ne, që ai shikoni për shembull çka është interesant, një fëmijë në shkollë e merr pensë, edhe vetë të shtëpia këtë gëzim, edhe bjerë testin me pensë, gëzohet fëmia, gëzohet prindi. A këto gëzimi ma pse? Edhe fëmia pse gëzohet me pesha, se kuptosh çfarë do të thonë pesha, fëmia klasën e parë, dytë edhe tretë. Sikur me kryep ose në kopsh shkruash, kryep peshën në dorë. Nuk din çka do të thonë pesha, nuk e kupton çfarë suksesi është pesha. E din si fillon fëmia me kuptu suksesin e peshës, kur vetë e shtëpia dhe tregon peshë, thot nana ose baba, "Oh mashallah, pesë ke marr." Momenti që fëmia e ndjen kënaqësinë e prindit, e kupton se ajo që ka marrë pesë në shkollë ka marrë sukses. Para mendo ti nëse e fiton kënaqësinë e Allahut. Edhe Allahu e shpreh kënaqësinë e tij ndaj teje, domthon duke të dhënë mundësinë me shiju adhurimet që ti i bën. Atëherë ti krejtësisht është dyshë kemi qasë çështën. Edhe ajo ka me qenë udhërfyesi i shpirtit tanë në jetën tonë, vetëm me fitu kënaqësinë e Allahut. Ashtu siç tha Musa alayhis salam, wa ajiltu ilayka rabbi litarda, nxitova ka te o Zoti ti është i kënaqur. Pasha Allahun, kjo ndjenjë, po që se do të ushqeshte me të shpirti dhe zemra jonë, na do të kishim problem asnjë sen do në realisht. Neva as fatkeqësi do të na stepsin e do të na nani për punëve të mira, as joshet nuk do të na mashtronin, do të vazhdonin me drejt Zotit të Xhelal, bile duke i dhënë varritje vetes se shumë pak jemi të bo për Allahun, ama madhnia e tij meriton shumë më shumë, sakrifica, shërbime, kujdes, angazhim e kështu me radhë.